Lecce fitoi 2-1 ndaj Torinos me 2 asist të Medon Berishës brenda 3 minutave. Fillimisht në minutën e 20 dhe më pas në minutën e 23. Goli i dytë u konfirmua dhe nga vari, Kulibali dhe Banda përfituan nga topat që dha mesfushori i kombëtares shqiptare. Nga minuta e parë për Torino luajti dhe Christian Aslani, i cili humbi dhe një penallti në minutën e fundit të ndeshjes. Në anën tjetër Berisha luajti krah Ylber Ramadanit te Lecce në formacionin fillestar. 22 vjeçari është një prej talenteve që i është afruar kombëtares në vitet e fundit. Berisha megjithatë nuk mori asnjë minutë në kualifikueset e botrorit 2026, në të cilat Shqipëria arriti play-offin duke u renditur në vendin e dytë në grup. Trajneri Silvinjo e preferoi vetëm për sfidat miqësore gjatë kësaj kohe. Christian Aslani humbi penalltin që do të kishte barazuar 2-2 ndeshjen e Torinos ndaj Lecces. Mesfushori kombëtares gaboi nga pika e parë në minutën e 91. Për të ishte hera e parë që gabon, ndërsa me klube kishte gjuajtur saktë 10 penallti më parë. Protagonist në anën tjetër mbetet Medon Berisha që me 2 asistet e tij për Lecchen kontribuoi te fitoria në Serie A. Aslani kërkoi falje për penalltin e humbur dhe tregoi çfarë nuk shkoi në goditjen e penalltisë. Meriti mbetet dhe portierit të Lecces Falcone që i kuptoi krahun. Duhet ta analizojmë, e nisëm keq dhe Lecce na vendosin në presion. Kjo nuk është gjë e mirë, ne jemi Torino dhe duhet të japim çdo gjë në fushë. E marr përgjegjësinë për penalltin dhe u kërkoi falje tifozëve dhe skuadrës. Do ishim futur sërish në ndeshje. Për këtë takim kam ardhur këtu për të folur, t'i kërkoj falje të gjithëve. Nuk kemi ruajtur vazhdimsinë që kishin para pushimit për shkak të kombëtarëve. Duhet ta kuptojmë këtë situatë. Nuk mund të vim ndaj Lecces dhe të luajmë 30 minutat e para se sot. Problemi nuk e di kush është. Ndoshta u friksuam pak pasi posuam golin, por nuk duhet të ndodhte. Kemi energji dhe kualitet. Penalltia ishte gabimi im. Nëse portieri e ndal topin, do të thotë se penalltia është goditur keq. Pas 2 finte të Falcones dhe Miku Truri, u shpreh Aslani.